në podcast, jemi në radar, me ne është afruar, kam nderin ta prezantoj, ish presidenti i firmave piramidale, po ashtu i njohur dhe si babai i gënjeshtrës, Ledjo Moçaraku. Zot Moçaraku, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit dhe ju për ftesën që më thërrite në podcast. Ju keni një pseudonim, ish presidenti i firmave piramidale. Po. Se unë në vitin 2007-2014 unë kam pasur një firmë piramidale që është në thonjza që është Fantazm, çdo të thot. Firmat piramidale mblidhin, thoshe, jep 10 se do të marrësh 110. Dhe për këtë arsye mua shteti më vu dhe më përbër gosi, por do të them një gjë. Ish president firmës piramidale të viteve 2007, asaj kohë edhe qytetarët kanë qenë shumë budallënj dhe unë i them në gjuhën kafshërore, kafshi themi me fytyrë njeriu, jo të gjithë, se nuk përfaqësohen qytetarët, por unë atëherë ashtu i quaja dhe njerëzit vinin sa më shumë viktimat, vinin në vazhdimsi nga Vlora, Fieri, pjesa më dormuese ishte nga Fieri, nga Vlora, nga për faktin se është dhe psikiatria e afër aty dhe i thith gjithsesi. Por do të them, budallin kishte kudo flas, por duhet të them një gjë publikut. Nuk duhet të besoj fukarajn, se i fukaraj gjithmonë është i paditur ose i shëmtuari. Unë nuk jam as racist ose keqbërës apo bullizius. Por do të them, në këtë lloj njeriu duhet të ruheni të dashur miq, nga i shëmtuari, gjugji, për faktin se ata nuk i ka dash Zoti, është e provuar dhe nuk është e pakundërshtueshme, por do të them edhe nga qytetar ka shumë asaj kohe, unë kam pasur një sukses të jashtëzakonshëm, por policia e shtetit asaj kohe na prangosi në 30 qershor të 2014. Unë munduam për të marrë pavajsi, nuk e provuan dot dhe gjyqtarët që më gjykuan mua, kjo është më thelbi kryesor që kam marrë tek podcast, janë përjashtuar nga sistemi i drejtësisë. Nëse lejohet, duhet marrim leje, nëse lejohet që të përmendesh, janë përjashtuar për shembull si shisha se kohë që më dënoi Mariola Martiri u përjashtua menjëherë nga sistemi i drejtësisë, po gjithashtu dhe ish kryetari i gjykatës asaj kohe Roland Hysi u përjashtua menjëherë në radhë që në vitin 2019 për faktin se kishin shkelur shkelje të rënda ndaj procedurës që unë u arrestova asaj kohe. Po. Ju, si lindi kjo ide për të hapur një firmë piramidale dhe Fantazm? Si lindi ide? Asaj kohë unë punoja kamarier te Barini në qytetin e Vlorës, se isha student 2005-2009, kam qenë në Universitetin e Ismail Qemali Vlorë, kam mbaruar për gjyqëtërsi sa për dini, kam bërë masterin te filologjiku te Rrugë Elbasanit, kam dhëtur 2 vjet tek qytet studentit dhe godina 6. Për sa i përket, mendimi tim që juve kërkuat të dini se si ka filluar. Unë punoja kamarier dhe njerëzit kërkonin jo bosi fajdeve, jo ish fajdeve. Edhe vendosa dhe unë, me që kishte prokurore, gjyqtar aty, se punoja, ka qenë një lokal shumë mafër, pranë, nuk mund të bëjmë dot të themi emrin për faktin sepse nuk lejohet quhet reklam. Edhe aty më lindi ideja që burra të jap 100.000 lekë dhe të marr 120.000 lekë. Fillimisht për mua ka qenë 50.000 lekë. Në 50.000 lekë, atëherë ishte gjë e madhe të kërkoje 60.000 lekë. Edhe njerëzit vinin në vazhdimsi, unë duke i veshur me kollare, fillova të vishej me kollare, por atëherë nuk e dija ti përshtasja edhe ngjyrat ose xhaketën ose të gjitha. Vetëm një përjashtim kisha sepse nuk dija Floriri dhe nuk isha aq i aftë që Floriri në atë kohë ka qenë shumë falë, ka qenë shumë falë, nuk e kam ditur se njerëzit duan kamuflazh. Duhet të kemë me Flori, me Mercedes, me të gjitha që të kisha. Unë asaj kohë nuk e kisha, por ç'bëja? Që të arrija qëllimin dhe besimin ndaj qytetarëve. Mirja Benz, në të kohë sa doli telefoni i bukur Nokia 6300. E mirja atë telefoni dhe njerëzit shikonin. Wow, sa u veshë. Mirja dhe një ca lekë, se në të kohë doli një ca banka Fantazma. Që më dhe mirë mikrobanka, si quhet, nuk mund të përmendim dot, se duhen të ruajmë privatsin. Dhe ç'bëja, vazhdoja dhe i tregoja Mirja më 2 milion, 3 milion, 5 milion dhe i fusja në portofol. Dhe njerëzit e hanin, thoshin, ua sa lek, unë kam lek plot, sa të doni, vetëm garanci të keni. Dhe njerëzit në sta kohë hanin shumë, se ishte një periudhë
sa kishte kaluar 10 vjet nga firmat piramidale të 2097 dhe lufta që përfundoi në vitin 2000 me pretendimin e asaj kohe ish partisë Fatos Nanës. Pa ajo zgjati deri në 2005 në fakt. Dhe dua ta them që njerëzit atëherë minin shumë, sepse fakti që njerëzit duan vetëm mashtrime. Kurse sot është pak. Jo është keq. Jo, po ti nisësh sot dhe nuk ka, mos mendo se s'ka budallë. Sot ka më shumë budallë. Por që të dini juve që më keni ftuar, duhet të dini që të dite publiku dashur. Nuk ngjinjehet fukaraj, ose një ignoranti, se më keni pyetur, se prandaj duhet të nxjerr, tu tregoj dhe të nuk ngjinjehet as fukaraj, as i gjugji, por gënjehen njerëzit që janë intelektual. Kush për shembull, ti referohemi, gënjehen fëmijët e doktorave, pse? Si janë të rritur me proteinë. Jo të gjithë doktorat. Jo të gjithë doktorat, mos i fusim. Gënjehen fëmijët e oficerave të policisë. Gënjehen fëmijët e prokurorëve. Si janë të rritur të shëndetshëm. Dhe ata nuk janë munduar asnjëherë. Nuk gënjehet fukaraj. Ta dini dashur mi, kush për shembull që vin nga fshatrat e Skaparida, vin nga Çorovota, nga Vina ose vin nga Berati, fshatrat e Beratit, fshatarët e Beratit, nuk gënjehet. Nuk gënjehet ata, ata pyesin, marrin telefon dhe thonë, ku e ka, ku më gënjeu Ledoni, pa ta let marr filani thotë ai, sa ai trukaj, i bie shkurt. Kurse njerëzit që janë intelektual gënjehen më shpejt. Pavarësisht se unë nuk e praktikoj më që prej vitit 2014 dhe që u dënova me vendim të datës 25 nëntor 2015. Babai gënjeshtrës, siç edhe ju preferoni ta quheni veten. Babai gënjeshtri ish bosi fajteve që njerëzit janë më të kënaqshëm se do duan të ngopen me luk boshi se në fakt. Ish bosi fajteve. Cila ishin preja më e fortë në thonjza për ju? Kë keni mashtruar? Njerëzit ishte njëri kërkoj 100 milion lekë. Unë si kisha parë në asnendor 100 milion lekë. Dhe më tha muaj, që do të dhe? Duhet të 100 milion mua më kanë thënë dhe si e plekte. Flasë gjithmonë të theksojme, 2007, 2014, se tash toleranca zero në mashtrim. Edhe vinde, që do të? Po, i të shumë se s'kam lekë, i të shumë. Ti duhet t'japësh, i të shumë 10 milion, i të shumë që t'japësh X. Dhe po ti që kështë njëri u i mirë, thaj, më ndimon. Bura njerëzit, pastaj rau gjau, si që dënova dhe nga policia, më deklaruan 900 kontrata. 900 e fryrë në pak policia, sepse ato si ishin 900, e fryti policia, tha që janë 900 kontrata. Kishte qytetarë shumë, po jo 900. Dhe përfundimisht prokuroria më dënoi me 900 veta. Në 900 veta dhe me vendim të pezullimit e ekzekutimit të datës 24 korrik 2018. Nga këta 900 veta, cili ka qenë më intelektuali? Profesioni. Profesion, unë e kam të thash dhe një, unë e kam nisur me fukarent. Ta thash dhe një. Pastaj fillova me njerëzit që janë intelektual, fëmijët për shembull që janë në shkolla, që janë drejtor shkollash, që janë doktor, kryesisht duhet të them me kush ka fëmijë që i kanë doktor, jo të gjithë, mos e fundi, se janë të rritur me proteina. Dhe nuk i punon pjellorja. Ata sa do të hecin vazhdin e babait, ose të nënës, por nuk do të jenë prapë në sukses. Se një do dali babai, o do dali i biri. Nuk ka shans të dalin të dy. O do dali i babai i zgjuar dhe do dali fëmia budalla. Po pjesërisht këta të nderojnë në lekt. Nuk të nderojnë fukaraj. Nuk të nderojnë i shëmtuar. Do thoshti kush je ti që bullizon njerëzit. I shëmtuari më thot nëna, fraza, do thoshte pse e ka që i fiksuar. Thoshte nëna, o birë, tha, atë e ka lënë shenjë Zoti, tha, i ke vënë vesh i nderuar gazetar kur i vdes një fëmijë, i vdes djali ose nëna, ose çupa, dhe e qa me bejde, i ke vënë veshin që kur i vdes komshia ose i vdes një mëtuti, vdiq dhe që një filan, ku vdiq thot? Ku vdiq? Ajo kënaqet aty. Ajo kënaqet se thot u bashko me djalin tim, thot.
Nuk e di se ju keni kaq vite që punoni si gazetar dhe dini, aty kënaqë dhe unë aty krijova atë urrëtitje ndaj këtyre. Ose për shembull, viri veshin tia. Unë nuk jam bullizus, në disa goca, për shembull, që janë të shkurtra. Ai ke vënë veshin nderuar gazetar që i kanë burra të shëndetshëm dhe ato vinë shumë të shkurtra. Aso kohë keni gënjur thotë edhe politikan? Politikan po, politikani gënjet më shpekullaj. Asaj kohë gënjet edhe politikan. Sa lekë ku keni marrë? Tashi për faktin ne rezervohem në këtë lloj pyetje, për faktin sepse na e marrin për material tonë jo pa ka dhënë thotë ai. Kaq edhe i godet thotë ja, shkon thotë e ka pohuar thotë. Po tani politikanët kërkonin lekë tek ju me fajte, si funksionon? Dëgjoj për shembull, jo politikanët, ata futeshin të dytë ose të tretë. Për vllajin. Ai ishte deputet për vllajin. Do thoshti ç'lidhje ka politikani se nuk ishte puna se ishte 2 milion lekë. Unë premtoja 200 milion lekë. I kishe? Unë si kisha parë nëndër këtë thoshte i kishte. Ore tallesh ti po jore. Ai se kam parë në një nëndër ato 200 milion lekë. Ai vinte budallaj. Unë ai shumë djersi ishte sa dhe xhaketa nuk po merresh vetë se çan ngjyrë kishte. Ai kupton ndaj që i vogël atë sa kohë. Bencat i kisha luksos. Jo të mit. Jo të mit. I mirja borç. Ose i mirja të viktimës, si thosh ja merr benzi më të bukur, ç'a benzi ka, asaj kohë ka qenë me leja siç e kam sot aktualisht, se si ndaj me lez derisa të vete 45, 40 po vemi avash, por do të them edhe kaq, që të bëhet ecësh sukses sot që kanë ecur njerëzit përpara, duhet të ecësh me njerëz që jenë intelektual. Nuk mund të fitosh nderuar gazetar nga njerëz që janë fukarin ose pllakaxhin. Mbase ty të dukesh të ofenduse, por nuk është ofenduse. Nuk mund të merresh dot me një fukara. Sa i mendon, nuk mund të merresh dot me një qeraxhi. Ju mbase ju nga për qeshur. O të nderuar miq, do të më kujtoni, 5 ditë do më shani, 1 jetë do të më kujtoni. Mos u merrni me fukarajn ose me qeraxhiun, që rin qeraxhi ata, sa ta mezi sa mbledhin lek, ai ja mendon gjithë natën si do t'ja marr lek ledioni thot. Ose sajojnë në i kallëzim për të bërë presionet në vazhdim, si mund të sajojnë kallëzime. Por unë asaj koha që jam mirja lek njerëzve, që jam mirja në 2007, sajoj e kallëzime penale. Jo më vrau, jo më pordi dhe u dënova. Asaj koha u dënova për kallëzim të rem. Kush e denoncoi? Asgjë s'm ka denoncuar. Futuni të vendimi gjykatës, do t'ju paraqes pak më vonë, pasi të mbaroj podcasti, asnjë s'm ka denoncuar. Nuk ka arritur njëri të më denonconte. Kështu, na mbrapa po. Pama do të them vetëm kaq, që të jetë sukses sot në 2026 ka vetëm sukses të dashur miq, ju do të më shani ose do të më urreni, vetëm nga qytetarët që janë fukarinj nuk do të merremi ose i shëmtuari ose i xhuxhi, se ata e vrasin me një gjithë natë duke lozur telefon. Si ma futi. Kë do marrin përpara? Gjen një emër policie që është i madh, emër i madh, dhe me telefon. Oh shit. Se më ka mashtruar Ledioni, thot. Prandaj të dashur miq. Dhe e dyta, avokatët, unë kam luajtur asaj koha kur ishte halli, dhe avokatët gënjej shumë. Që të kënaqesh për gënjeshtat e nderuar miku im, avokatët gënjej shumë. Jo të bërë pyetjen se drejt për drejt, mendoni që ka mashtrues më pas se ty në Shqipëri? Unë jam konkurrent me avokatë, ata janë gënjeshtar me licencë, asaj kohe, kurse unë isha pa licencë. Por që të bësh me dhimbje koke, gjë më të keqe s'ka kur beson avokatin. Si kanë qenë 4 vitet të burgut të Legion Moçarako? 4 vjet e burgut, unë shqyr zoti, nuk e them për të bërë qefin, ka pasur dhe unë kam qenë pak në adob në ana financiare, por ditë të them se kam pasur miq, nuk e di a lejohet apo s'lejohet. Një miku im që kam në Fier, nuk duhet të bëj për reklama, më kupton, qofse lejohet, ma është Vilsion Mellaraj, që më ka qenë aty që më ka nderuar shumë, se kam qenë në pikë të hallit, dhe nuk kam pasur, sepse mua siç më morën më futën në burg edhe prindit e mi në fshat aty kanë qenë në mjerim. Do të thoshti si shpjegohet birsuarit. Pastaj kur e morën vesh biologjikët e erdhën, por aty vetëm Vilsioni që është në qytetin e Fierit. Ta tjerë pastaj të rënë që mos u vrapshe. Si u ringritët? Dolët nga burgu, i tha që ishit në gjendje vështirë, si u ringritët që jeni... Në 2018 po. 2018 unë dola nga burgu vllajim. Edhe u drejtova në qytet në jashtetit, në Gjermani, nga Italia në Gjermani. Në Gjermania tia më mbajtën azil
fitova një ca lek, andaj çan na dhënë ata na 2 milion lek. Kam punuar te një lokal i njohur këtu, nuk mund të bëhet dot e ditur emri, në çdo të rruga ambasadave, lokal që ishte për të ngrënë, edhe restorant, edhe aty fitoj gati 1,5 milion, gati deri në 2021, se u mbyllën për karantinë në mars deri në maj. Kamarier, kam punuar kamarier, ka shkuar deri në 2021, pastaj ja fillova me televizionet tek emisionet që ju si që keni parë, nuk është e nevojshme ta përmend, ti në gjitha televizionet, edhe arrita sot e kësaj dite në këtoja, por do të them vetëm kaq. Është gjithmonë me mundim miku im që të ecësh përpara. Tash unë kam qejf të kem një Mercedes luksoz, po nuk e kemi luksoz, e kemi makinë të vogël, si quhet më lej, themi në 2014-s, 9.000 euro makinë. Nuk e kalojmë dot as 10-shen. se kemi mundsinë. Po. Qartë. Por mendoni që mashtron akoma njerëzit në Shqipëri edhe sot e kësaj dite, sidomos me këto firma piramidale? Ju i keni lënë normalisht, po ka persona të tjerë që merren? Për këto për firma piramidale. Mashtruesa thashtë një, mashtruesa ka kudo. Mashtruesa ka kudo dhe të avancuar. Por duhet lë një mesazh nëse është e mundur. Të dashur miq, po më dëgjuat mua se ish presidenti i firmës piramidale, ruhuni vetëm nga avokatët. Jo të gjithë avokatët. Se ju marrin lek dhe nuk ju bëjnë punë. Po çfarë duhet të bëni? Duhet t'i denonconi në polici ose në krimin ekonomik të policisë shtetit, në qoftë se kalon vlera jo më pak se 2.800.000. Që ju t'i mini lekt. Qoftë se doni me dhimbje koke dhe të shkatroni familjen, mirë një avokat dhe avokat ju me lekt, hajde këtu, prit atje, fola me këte, fola me dhe, ai në të kundër, s'ka folur as me prokurorin, as me gjyqtarin, as me leshin. Merë lekët i fut në qëpt, edhe thot të bëra punë. Madje kur i kërkon dhe që të bësh memo, se nuk disa se kuptojnë që do të thot memo, do të thot të bësh kundërshtimin e palës, ata të kundërshtojnë. Ka shumë fakte, por do vinë në një moment tjetër që t'ju zbërthejmë dhe do jetë bomb, po do të thaj, kujdes, ruhuni vetëm nga avokatët, sepse janë mashtruesat më të mëdhenj. Ju marrin lekët, por çfarë do të bëni? Duhet të mirni faturën tatimore, kuponin tatimor, duhet të mirni deklaratë që keni dhënë, sa i thot bëra punë. Ç'a punë e bëra ti? Se vajta fjerën thotë, harxova 100.000 lekë. Ose vajta këtu, vajta atje. Prandaj, të dashur miq, nëse doni testni përpara, mo do të më kujtoni dhe s'do të më harroni. Nami ka mua si mashtrues. Pse njerëzit ju besuan juve edhe pse kaluan 97, kaluan 10 vite po prapë besuan, edhe pse u dogjën një herë? E bëra një kamuflazh më të bukur. Si. Po unë shfaqesh me Mercedes, asaj koha ka qenë, nuk e di ta them tipin e Mercedesit. Lejohet, sepse unë i vija me Evo në të kohë ka qenë 2003 deri në 2008. Unë 2005 kam qenë student, edhe unë shikoja njerëz gjatë rrugës, miq, kishte edhe dashamirë që më doni dhe më adoroni, se në kohë sa fillova dilja në për televizionet, News 24, besoj s'ka në gjë, po jo. Do të thënë se s'është reklam, është televizion, dhe ditëm vim atje dhe bëj atje dhe tash njerëzit ishin kurioz, se atëherë vetëm televizionet ka pasur atëherë, nuk ka pasur gjëra. Dhe çfarë bëni tash unë hipja nga pjaca në Vlorë. Në këto pjaca i thonë domethënë jo lokal, vlla. Ta të shpjegojmë të publikut. Për shembull, shëtitoria, këto jo lokal, ta dini se shoot reklam, edhe vim atje dhe çfarë bën tash vinë ti hipja atë të çata, po marrësh pak deri tek te infermeria, te mjekësorja, hipja aty, njerëzit shikoni, wow. Shikoja policë në rrugës so. I hipja dorë, më falni, o shefi qendrova. Ore kam një hall, më gacmoi një filan, i thosha kot. Më gazmoj filan, më gazmoj një emër, i thoshin një emër Lugati, po ku është? Tu kem parë show moj me policin, aty krijohet të mbi në ule Dioni pas kamiq. Dhe polici kur kalon të herën tjetër, më përshëndeste. Si je Ledion? Mirë të ke qenë të shoh. Ose për shembull, që të bësh kamuflazhi më i madh, unë për shembull ishe punoja afër gjykatës, tash në një lokal shumë të njohur, nuk mund të themi dot pranë gjykatës, aty ishin prokuror, avokat, dinte kush gënjente më përpara. U futa dhe unë, të haja me Luk Floriri, një 7 vite, nga të mirë, edhe ata gënje, po unë bëja më i mirë, se në zanë se bëjat më i mirë, ta dish. Nëse, po do të theme të kaj, budallenjët nuk kanë të sosur. Intelektuale, se aty ka qenë një jetë mirë, se aty ka qenë dhe spitali psikiatrisë. Edhe ishte mi, e ke dëgjuar atë shprehjen popullore të ime, ç'bëri partia tani?
Ja hoqi qytetit Vlorës me psiqe, më fal, ja hoqi me port. E ke parasysh që ka bërë namin e ziu me portin, me shkollat të gjitha, ja ka hequr me hipotekat të gjitha, çka ka bërë, i ka lënë vetëm çmendimin e. Ka bërë gjë të mirë, që vlonjatët vinë të në kryeqytetin e Tiranës, të kenë transport, autobusat, varavingës, se po t'jen aty të bëjnë korrupsion, se budallash kryeministri jon. Mendojnë që shqiptarët gënjehen lehtë? Gënjesh shumë lehtë, vlla, për te shakave, të kam thënë, dhe mos ta theksoj, dhe mos të lot. Që të bësh lek, duhet të bësh vetëm me njerëz që janë intelektual. Jo me njerëz fukare, vlla im. Masi ty sot është hera e parë që ne kemi intervistë bashkë, por unë po të shtrohem dhe pak më tepër, unë hallakas dynjan, sepse juve në ajo që keni shumë punë dhe nuk po më bëni pyetje, po më bëni pyetje, ditë të them se ky popull vetëm gënjeshtra ato. Dhe me luk bosh. Do t'i bëj, unë kam qenë ai që e kam lajmëruar, nuk e di kemi kohë në dispozicion, unë kam qenë ai që kam lajmëruar kryeministrin nëse t'ju japin dhe në video dhe faktin që të futeni në TikTokun tim, që kam në pronësi dhe në Instagram, llogarinë e Instagramit, kam thënë 2 javë para se të marrë kryeministri, i kam thënë prishi lokalet. Dhe vazhdoj prapë thënë prishi lokalet. Prishi nderuar krye lokalet, prishi të tëra që ata t'i fillojnë prapë nga para pas 6-7 muajsh që mos të kenë mendje ata të kujtohen me për partit. Dhe kryeministri më dëgjoi. Në rreth në muajin korrik ka vajtur një ditë të bukur në Vlorë, e kapi një shkurrë në kokë edhe. Thaj ç'është kjo hardhi këtu thaj. Shpejtemi prishni më zhdukni gjithë. Vajti dhe ku vajti në vendin Muradije. Keni komentuar shumë për lidhjen që keni pasur me Suada Muçën. Vion akoma të keni lidhje me të? Suada po, patjetër si jo, me Suada Muçën kam prej 4 vitesh. Ish bosi i fajteve. Po. Pyetja e fundit për ju. Po. Çfarë do të bëj Ledio Moçaraku në të ardhmen? Do vazhdoj të mashtron njerëz? Jo, Ledio Moçaraku e ka ndërprerë gënjeshtrën dhe mashtrimi që prej vitit 2018 kur ka dalë nga burgu dhe toleranca zero kush gënjen. Vetëm duhet t'jap mesazhin qytetarëve të plot. Kujdes nga avukatët se namin ka mu si mashtrues, kujdes nga avukatët që ju marrin lekët, i jipni me prokuria, i jipni me bank dhe i kërkoni faturën dhe e denonconi në qoftë se ai nuk mbaron punën. Po kaloi 2.800.000 lekë, ai vetë për ndjekje penale dhe i hiqet licenca. Për mua ose gënjeu dhe fundit, fjalë e fundit, të dashur miq, në qoftë se do të më dëgjoni, ruhuni vetëm nga njerëzit që janë fukarin, të shëmtuar dhe të shkurtër, sepse e ka shpirtin e zi. Dhe kur doni të mashtroni të mini lek, mos i mini lek atyre që kanë babat fukaren, që i punoj sanitar, roje, ose plakaxhi. Por i mini njerëzve që janë intelektual, që kanë babajnë doktor, nënë doktoresh, të gjitha ose oficer policie dhe prokuror dhe çfarë janë më lart. Mos u merrni me njerëz që janë fukarin. Fukaran se ka dash Zoti. Do thosh pse ti i pasuri, po të paktën mirë jemi. Mashallah, një cop shtëpi e kemi. Ish bosi i fajteve, faleminderit shumë që ishe me ne dhe faleminderit shumë për këtë rrethim të sinqert. Faleminderit dhe ju dhe kënaqësi të isha përsëri.